Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm në panajirin e turizmit të Tiranës për 2026. Në ditën e dytë të panajirit, a jeni brenda pritshmërive, a jeni të kënaqur me organizimin dhe me gjithçka tjetër që keni gjetur në Tiranë? Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Jam Mirbuana, përfaqësoj restorantin në Zdrinit. Dhe po, për neve është hera parë që marrim pjesë, edhe jemi shumë të kënaqur drejtash, edhe me pjesëmarrjen edhe me kontaktet që i kemi kriju, gjithçka ka shkuar shumë mirë, edhe organizimi ka qenë i mirë, kemi pasur mbështetje maksimale prej organizatorëve për gjithçka. Resorti juaj ndodhet në Pej. Sa përqind e klientelës tuaj është klientelë që vjen nga trojet shqiptare brenda Shqipërisë? Me thënë drejten, shumica e klientelës tonë janë prej trojeve shqiptare, prej Shqipërisë kryesisht, edhe pse jemi resort i ri, me njëherë klientela prej Shqipërisë kanë ardhur, masive që është e njohur si zonë turistike, edhe tash ne vetësinojmë për partner që sjellin turist prej jashtë. Përgjithsisht, gastronomia juaj është orientuar drejt një kuzhine specifike shqiptare të zonës apo më gjerë, dhe kush është një pjatë e rëndësishme që ju keni në restorantin tuaj? Ne kryesisht kemi ushqimet tradicionale në kuzhinën tonë, por i përfshim edhe këto ushqime tjera që janë ndoshta më shumë ballkanike. Një ndër ushqimet kryesore të na është pjesa e mishit, masive që është edhe e zonës, është e freskë. Çdo herë edhe klientët janë më shumë të orientuar më shumë edhe kërkesa është për këtë pjesë. Lëndën e parë e keni të zonës, e prodhoni ju apo e bleni edhe jashtë trevave, jashtë zonës tuaj? Me thënë drejtën, sa i përket pjesës ushqimit, më shumë është e zonës. Për arsye se jemi përfshim edhe kemi bashkëpunim me pjesën e zonës që pjesën po. Ajo njihet një zonë në fakt që trofta është e pranishme, me sa diu. E përdorni në çfarë mënyrash e gatuani, pëlqejet nga klientët? Po, natyrisht që e përdorim, se është e jona, edhe gatuhet qoftë në skarë, qoftë edhe si tavë, edhe preferohet shumë edhe prej klientëve. Pse duhet një klient nga Tirana t'i hypi makinës edhe të vijë të vizitoj anën Zdrinit në Pej? Pra çfarë ka diçka interesante që të bëjë që një klient i Tiranës apo i Durrësit apo kudo në Shqipëri të marrë një udhëtim aq të gjatë për të kaluar një natë, 2 netë apo qoftë një vakti? Një ndër arsyet kryesore është natyra që e kemi dhe që na karakterizon se ajo e bën të veçantë vendin tonë. Të tjera që na i kemi si pikë forcë resort është pjesa e shërbimit dhe ushqimit. Sa i përket asaj se çka mundet me bo një klient kur vjen te na, e ka ecje natyrë, na e kemi ofër burimin e Drinit që munden me vizitu, po ashtu edhe shpellën e Radhasit që janë atraksione turistike. Me stafin e keni të gjithë të zonës, pra shqiptarë të Kosovës apo keni edhe të huaj? Jo, stafi janë të gjithë të zonës, edhe janë të gjithë shqiptarë. A hasni vështirësi në gjetjen e stafit? Për momentin jo. Ndoshta për shkak se strukturës punës që e kemi, po për momentin jemi mirë në pjesën e stafit. Edhe një pyetje, jam kurioz, me çmimet si jeni? Me çmimet jemi mirë, nuk besoj se me ato se çka na ofrojnë, edhe çmimet janë në proporcion me ato se çka klienti merr prej neve. Ju uroj shumë suksese, ju falenderoj që jeni në Tiranë dhe do ju vizitojmë së shpejti. Faleminderit shumë për juve edhe ju mirëpresim. Po të marr. Jemi me Igli nga Rosa e Tymosur në Pogradec. Igli, mirë se të gjetëm. Si po shkon panajiri? Po, deri tani është shumë mirë. Ka kërkesa presin për produktet tona, të cilat i kemi nga ferma jonë, i sillim tek restorantet tonë direkt. Sa vite ka Rosa e Tymosur në treg? Rosa e Tymosur ka gati 7-8 vjet në treg. A jeni të kënaqur me fluksin, me klientët? Po. Në përgjithësi kemi shumë fluks, ka shumë kërkesë.
Perceptimi në fakt nga Tirana është që Rosa e Tymosur është një nga restorantet më të njohura në Progrades edhe për shkak të mënyrës së prezantimit pjatave, mënyrës së përgatitjes. Kush është një sekreti juaj që mendon që ju bën suksesshëm? Sekreti është që çdo gjë vjen nga ferma jonë direkt. Kemi të gjitha prodhimet tona dhe këto gjitha prodhimet ne i sillim, si të thuash, janë gjitha bio që vijnë tek restoranti. Por unë kam një pyetje. Kam ardhur një herë jashtë sezonit të verës dhe kam gjetur një sallatë shumë të mirë. Të një cilësie që ndoshta edhe në sezon nuk e gjen. Është sekret i serave, është sekret i fermës, është sekret i ruajtjes? Si mund ta themi? Mund të themi që është pak sekreti i fermës, si dhe shefi që e ka sjellë në atë mënyrë. A është Rosa në vetvete pra si pjata më e shitur tek ju, Rosa e Tymosur? Është ajo që klientët e duan më shumë. Më shumë kërkesë Rosa është. Ti ke pozicionin e kamarierit tek restoranti tek Rosa e Tymosur. Kush janë klientët, nga cila zonë janë klientët që vinë më shumë tek ju? Në përgjithësi kemi nga të gjitha zonat. Tirana e frekuenton më shumë, turista ka pafund. Apo nëni më shumë gjatë fundjavës apo edhe gjithë javën? Po dhe nga java kemi, po fundjava është shumë fluksimos. Turistët vendas nga Progradeci ju vizitojnë shpesh? Po, patjetër. Janë të kënaqur? Unë të falenderoj shumë, një punë të mbarë edhe suksese. Falenderit shumë. Jemi me Andin që është General Manager i Albatros në Spillë. Andi, guximi i madh të punosh në Spillë, një zonë akoma e pa eksploruar mirë. Është goxha eksploruar në fakt, edhe via bregdetare e Spillës është rreth 7 kilometra, edhe është pushtuar le të themi nga restorante, bare, të cilat operojnë shumë mirë në zonën e Spillës. Albatros sa restorante ka, duke pas parasysh që është një resort shumë i madh? Albatros është me 59 dhoma aktualisht edhe ka 2 restorante, njëri është all inclusive i cili është në ambientet e brendshme të Albatros. Vjen parkimi dhe pastaj vjen pjesa hapësirës në det, ku kemi restorantin a la carte me gatime mezetare edhe gatime tradicionale të unifikuara. Jeni më shumë të fokusuar tek peshku apo te mishi? Faktikisht interesi është tek të dyja, pasi klientela që ne kemi është e huaj edhe normalisht që intereson shumë gatimi tradicional shqiptar. Ne jemi futur me një menu e cila është moderne shqiptare, me pjatime shumë të bukura dhe patjetër shpëlqyer dhe feedbacku është goxha i mirë dhe i lartë nga ana e klientëve. Kur më thua pjata tradicionale shqiptare, çfarë nënkupton? Pra është një kuzhinë e mirëfillt shqiptare apo është diçka rivizituar e sjellën kohë moderne me teknika moderne? Besoj është kjo e dyta. Kush është feedbacku i klientëve? Sa të vështirë keni ju t'ja bëni me dije klientit pjatat shqiptare autentike duke pas parasysh që patjetër kuzhinën shqiptare nuk e njohin mirë? Faktikisht pjesa e klientëve e kërkojnë vetë, që është gjë që neve na ndihmon shumë kjo pjesa e shpjegimit të pjatës. Pjesa tjetër pastaj që neve na ndihmon është shija autentike shqiptare, e cila përcillet shumë pozitivisht nga ana e klientëve. Edhe e kërkojnë, e sugjerojnë edhe tek pjesa tjetër pastaj. Sa e vështirë është gjetja dhe sigurimi i lëndës parë në zonën ku ndodheni? Është pak e vështirë, po me kontaktet që kemi dhe me furnitorët të cilët kemi bashkëpunuar për vite me radhë, sigurojmë cilësinë maksimale të këtyre produkteve, pasi edhe ne duam të prezantohemi sa më mirë përpara klientëve. Klientela, flasi gjeografi, klientela më e shpesh që ju viziton, nga kush region është, nga kush zonë është? Gjithmonë është partneri jonë kryesor që është Kosova. Pjesa tjetër pastaj është Ballkani edhe vendet e fundit të cilat vinë dhe na vizitojnë shpesh është Franca, Belgjika, Italia. Restorantet tuaja, sepse në fakt po tripi është i fokusuar shumë tek pjesa e restoranteve. Restorantet tuaja zakonisht kanë klientelën e hotelit apo vinë edhe klientë që nuk janë hotel por që duan të kenë një vakt të mirë në restorantet e tuaja? Faktikisht interesi më i madh duke parë xhirot edhe arritjet në restorant është patjetër komplet zona e cila na bashkohet tek restorantet tona. Nuk është vetëm klientela e hotelit, pasi klientela e hotelit është më të shumtën e rasteve përfshihen edhe tek menut half board, full board, të cilat i kemi pjesë të. A ju penalizojnë menut half board dhe full board në kualitetin e ushqimit, duke pas parasysh që aty patjetër duke krijuar një paket mundohemi që të shtrëngohemi tek restoranti për të mos pasur një kosto të lartë për klientin final. A ju penalizojnë
penalizon kjo në cilësinë e produktit që ju jepni klientëve tuaj? Faktikisht mendoj ndryshe, mendoj në faktin që neve adaptohemi në kërkesat e klientëve. Nëse klienti kërkon një menu healthboard edhe pasaj don që një vakt tjetër ta konsumojë tek restorantet tona, neve e ofrojmë patjetër këtë, duke qenë se interesin e kemi të kënaqim këto njerëz që na vinë, edhe jo të bëhemi pjesë të kostove dhe diskutime të kostove sa i përket pjesës së restoranteve. A ka klient të pakënaqur në restorantet tuaja dhe si e menaxhoni ju situatat? Patjetër që ka klientë të pakënaqur, duke qenë se le të themi menut healthboard apo full board janë praktikisht të njëjta, pavarësisht se ndryshojnë brenda 5 ditëve, 6 ditëve. Në 10 ditë sipër unifikohet tek e njëjta gjë. Ajo që ofrojmë është zbritjen në menun à la carte për klientët e hotelit, edhe patjetër një complimentary drink që mund të jetë një koktejl e ofruar nga ana jonë. Si ja bëni me stafin? Është një periudhë që të gjithë ankohen që nuk kanë staf. Ju vetë si e keni zgjidhur? Atëherë te pjesa e restoranteve ne ofrojmë përqindje, 5% të xhiros komplet i ofrohet stafit shërbimit, të banakut edhe stafit të hostes, të mikpritjes. Edhe kjo na ka bërë që ne të mos kemi probleme në gjetjen apo rekrutimin e stafit, pas janë të kënaqur me kushtet që ne ofrojmë. Pra po thyeni rregullat e tregut. Nuk po them rregullat e tregut, po ofrojmë diçka të mirë e cila na jep një feedback shumë të mirë mbas. Perfekt. Falenderoj shumë, sezon mbar dhe punë mbar. Kënaqësi është e ime, punë mbar dhe ju. Jemi me Emanuelin nga Hotel B, një nga instrumentet më të rëndësishëm fakt të restoranteve për pjesën e programit që kamarierët përdorin, për pjesën e raporteve që financës i duhen, për pjesën e kuzhinës që të bëjnë food cost dhe çdo gjë tjetër. Emanuel, sa vite keni në treg? Ne kemi të shemi të viti 5, do që kemi vazhdu direkt pas pandemisë. Do ishim zhvillim gjatë pandemisë, dhe 2021 që kishim direkt do nga lëçimi. Për ju është më rëndësishme bashkëpunimi me hotelet apo me restorantet, apo të dyja? Paga shumë të dyja, ne fokusin e kemi më shumë të hotelet, po që edhe restorante, kemi goxha kërkesa nga restorantet, duke qenë se kemi nisi si ide hoteli, po pastaj u zhvillua goxha edhe pjesa e restorantit, me pjesën e inventarit e gjitha kurset e gjitha. Platforma të tilla janë shumë të rëndësishme në fakt për restoratorët. Sa të vështirë keni, ju jeni programues dhe zhvillues, sa të vështirë keni pasur apo e keni të komunikoni me restoratorët, pasi unë e di që kërkesat e tyre janë gjithmonë shumë të larta. Po, çdo klient i ka dhe kërkesat e vete, domethënë po duke mbledhë ide nga feedbacku i klientit, domethënë sikur vetëm na kanë përmirësuar këto çdo kritikë, çdo kërkesë që kanë bërë, vetëm na kanë përmirësuar, ka goxha akoma për të bërë, por që kanë qenë gjë e mirë. A hasni vështirësi shpesh në zgjidhjen e problematikave të tyre apo të kërkesave të tyre, sepse realisht unë i mshoj fort kësaj pike, sepse e di që restoratorët duan ta minimizojnë kohën e kamarierit në kompjuter apo kohën e financës për nxjerr raporte apo të gjitha këto gjërat. Pra sa e vështirë është që një kompani si e juaja, që unë e di që është 100% shqiptare dhe ka një konkurrencë ekstrem fort nga kompanitë ndërkombëtare me template me gjëra të gatshme, sa e vështirë është për ju që të jeni konkurrent dhe kompetitiv në Shqipëri? Normalisht fillimet kanë qenë vështira, domethënë duhet edhe eksperjenca jote, domethënë që të njihshin kërkesat, fushët e çdo gjë, por që kemi arrit goxha, domethënë kemi pasur një skuadër goxha të mirë për pjesën e teknike dhe mirë ka ato. Po se kemi pas kishte vështirësi në fillim, por tash jemi stabilizuar goxha. Është një biznes i juaj që duhet të jetë 24 orë online, pasi kërkesat mund të jenë, restorantet shpeshherë mbahen gjatë me orë gjata pune. Si ja bëni që ti përgjigjeni në çdo kohë? Unë jam gjatë vjetës jam personalisht dhe i 2 nasë jam zhur. Po kemi edhe person në Amerikë që e zbuluar 24 orë dhe vëllam pjesën e supportit, por gjithmonë do i kam edhe personalisht gjatë kohës. Pra zgjidhja është një person në Amerikë për të mbuluar atë ndrimin e orës dhe pjesa tjetër e skuadra këtu. Shumë mirë. Si jemi me raportet? Pra a janë të kënaqur financat e restoranteve me raportet që ju i keni krijuar për t'i facilituar punën? Po, domethënë deri diku janë okay, por që akoma ka kërkesa goxha shumë, sepse çdo financieri ka ato praktikat e veta dhe raportet e veta dhe jemi mundu sa më shumë domethënë që me raporte personalizuar ka pafund domethënë kërkesat si thosh asnjë s'kënaqen me ato. Integrimi me kanalet e tjera, me gjërat e tjera që duhen për një restorant, po flasim për kontabilitetin, po flasim për gjithçka tjetër. Ju jeni 360 gradë, pra mbuloni çdo gjë apo bashkëpunoni me kompani tjera vendas apo të huaja për të mbuluar këto? Po, ne kemi mbuluar domethënë pjesën shumicën e pjesëve që në restoranti, por që kemi bërë integrim me financën PES, Alfa, bilancin, domethënë që janë lider të tregut për pjesën e financës,
e kemi mbuluar gjitha me intervju. Pyetja e fundit, me panajirin, jeni i kënaqur? Po, ishte goxha mirë, domosdoshmë dje ishte goxha mirë, sot po presim akoma, por që mirë, është ja vlen që duam pjesëmarrja. Unë ju uroj shumë sukses edhe punë mbar. Dhe shumë faleminderit, suksese.